Soda e bukës bën mrekulli, ja sekretet që ende nuk i kishit të zbuluar. Qëroni vezët më lehtë. Sipas shkencëtarëve, arsyeja e vështirësisë së qërimit të vezëve qëndron tek pH-i i lëvoshkës. Shtimi i pak sodë buke në ujin ku zjeni vezët do ta lehtësojë këtë proces. Pastroni grilën. Pasi e keni përdorur grilën gjatë sezonit të verës, kujtohuni për sodën. Kjo e fundit heq si me magji të gjitha mbetjet e karbonizuara në grilën tuaj. Pastroni me ujë dhe me sodë dhe me një furçë. Largon aromën nga duart. Aroma si ajo e hudhrës në ushqime është mjaft e pëlqyeshme, por tek duart tuaja absolutisht jo. Hidhni një lugë gjelle tek duart tuaja dhe më pas shpëlajini. Gjithmonë keni parasysh se vendin e nderit në kuzhinë si një përbërës i kudo përdorshëm është me padyshim soda e bukës.